Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar falendrojmë, vetëm për të ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjet e tij, shokët dhe gjithë që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, do të vazhdojmë me hadithet, me thënjet e radhës të Muhammedit alayhi salatu wassalam, të cilat Imam Nevawi rahimahullah ka përmbledhur te kapitulli i pendimit. Jemi ende tek pendimi. Kemi folë në takimin e kaluar disa hadithe që flasin për vlerën e pendimit dhe sa gëzohet Allahu i mënduar kur robi i tij kthehet tek ai. Dhe kemi thënë se ky kthim i robit tek Allahu xhalla xhelaluhu nuk i bën fare dobi Allahut azza xhel, sikur që largimi nga Allahu nuk i bën dëm Allahut azza xhel. Mirë, po kjo e tëra është në dobi të robit. Por me që robi kthehet në binart e duhur, kthehet në atë shpërimin e pastër, kthehet te kuzimet e Allahut xhallahu ala, ja hap vetes mundësitë për të përfituar nga mirësia e Allahut, nga begatia e Allahut, gëzohet Allahu xhallahu xhelaluhu. Dhe kemi sjellë shembullin me të vërtetë shumë domethënës, shumë praktik të prekshëm se çysh me kuptuar deri diku këtë gëzim, sepse padyshim kur flasim për Allahun xhallahu ala, asnjëherë nuk duhet që të mendojmë se as për sa afër mund të jetë si dikush nga krijesat. Allahu nuk i ngjan askujt dhe askush nuk i ngjan atij. Allahu xhallahu ala është për të çdo mundësi për me perceptuar na me mendin apo me imagjinatën tonë. Vazhdon Imam Nevawi rahimullah me hadithet e tjera të radhës që flasin për pendimin, por kësaj radhe nuk janë si ato të parat. Të parat për me ato të fundit që kemi folë, kanë qenë përgëzime dhe kanë qenë një lloj, domethënë, inkurajimi për pendim. Edhe këtu janë inkurajim, por nga një perspektivë tjetër. Këto hadithe që do t'i trajtoj disa sot, po edhe disa tjera kryesisht flasin për afatin e pendimit. Domethënë, me gjithë vlerën që ka pendimi, me gjithë mundësinë për të penduar, njeriu sado që ka bërë nga punë tek xhia, sado që ka lënë nga obligimet, ekziston një mundësi që të kthehet tek Allahu xhallahu ala. Ekziston një mundësi që ta hap një faqe të re në raport me Zotin, një jetë të re të tij, që tashmë të rrugton ndryshe ka Allahu te barekuhu teala. Ta merr një orientim ndryshe në raport me Allahun xhallahu ala. Ta organizon jetën më ndryshe në përputhje me udhëzimet e Allahu xhallahu xhelalu. Andaj kjo është mirësi e madhe që Allahu ja mundson robët me u kthy. Madje inkurajon, madje i premton shpërblime të mëdha. Mjafton që Allahu përmend se e don robën që pendohet. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Allahu i don ata që pendohen. Mjafton kjo si inkurajim për robën që të kthehet tek Allahu azza xal. Mirë, po megjithatë, gjitha këto mirësi, begati, vlera e kanë një afat caktuar, nuk janë pa afat. Sikurse këtë dunjaja që ka afat, çashtu edhe këtë ato që kanë me dunjon kanë afat. E pendimi është brenda kësaj dunjaje. Hadithin që e ka transmetuar Imam Nevawi rahimullah, e kemi thënë takimin e kaluar se Allahu e zgjat dorën e tij ditën që të pendohet mëkatari i natës, dhe zgjat dorën e tij natën që të pendohet mëkatari i ditës. Ka thonë pejgamberi sa vazhdon kështu çdo ditë derisa të lind dielli nga perëndimi. Kemi thënë se lindja e diellit nga perëndimi është nga shenjat e mëdha të ditës së gjykimit. Domthon fillon çrregullimi i kosmosit, fillon çrregullimi i universit. Dhe Allahu xhallahu ala sikur që e ka krijuar, sikur që e ka ndërtuar dhe rregulluar, ashtu edhe Allahu është ai që e prish. Për shkak se gjithçka tek Allahu është deri në një fat të caktuar. E kur lind dielli nga perëndimi, kjo është ai që s'ka pendim më. Për shkak se tashmë fillojnë të shfaqen disa gjëra që nuk kanë qenë të njohura si duhet më herët, dhe pendimi tashmë hub edhe e hub kuptimin edhe urtësinë e tij. Kemi thënë kur vije puna për afatin, do janë dy lloje afatash. Afate që kanë të bëjnë me
individin dhe afate që kanë të bëjnë me kolektivitetin, me njerëzit. Afate që kanë të bëjnë me individin është cilë afat vdekja. Çdo njeri kur vdes, bëhet kiameti. Ka thonë pejgamberi alayhi sallam, idha mata ar-rajulu faqad qamat qiyamatu. Njeriu kur vdes, kiameti për të u bë, u krymo. Ai tashmë s'ka kthim më, s'ka mundësi më u të mira, andaj një lloj kiameti i vogël për të ndodhur. Me që ndodhë në kiameti për te, s'ka mundësi të pendohet, s'ka mundësi të kthehet. Ndërsa, në kuptim kolektiv për njerëzit, afati i fundit për të pendu njerëzit, është lindja e ditë nga perëndimi. Andaj ka përmenë edhe një hadith në vijim të Ebu Hurajrës radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka thënë, se ka thënë pejgamberi sa men tabe qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, taba Allahu alayhi. Transmeton Muslimi. Ka thënë pejgamberi alayhi sallam, kush pendohet para se me lind dielli nga perëndimi, ja pranon Allahu pendimin e tij. Dhe gjithashtu si dëshmi të kësaj që theka më herët se janë dy afate, afati i përgjithshëm dhe afati i përvetshëm, e ka përmendur hadithin e Abdullah ibn Umayr radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, inna Allaha yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yugharghir. Domthon Allahu e pranon pendimin e robit derisa të vijë shpirti në fyt. Don këto është gargara, domthon fryma e fundit që njeriu e jep një tek kësaj bote deri atë pranohet pendimi. Në momentin kur njeriu e jep frymën e fundit, nuk është më me neve, nuk është më pjesë e dunjos. Ai nuk na sheh, ai tash është diçka tjetër. Dhe në momentin kur shfaqet e fshehta dhe kur shfaqet realiteti, nuk ka mundësi që njeriu më të pendohet. Këto hadithe të ndërruar që i ceka deri më tani, realisht janë hadithe që qartos flasin se mirësia e Allahut dhe begatia e Allahut që ka me pendimin e ka një afat. Dhe gjithçka në dunjë është kështu. Gjithçka në dunjë është kështu të ndërruar. Gjithçka ka afat. Edhe njëri i cili për shembull nuk jeton në udhëzim të Allahut azza wa jall. Nuk jeton i kthyer ka Zoti i tij. Por do me jetu i shfrenuar në epshe, do me jetuar i dhënë pas kësaj dunjaja, pa fundësisht. A ka afat për te? Ka afat. Edhe ati vjen një ditë edhe del për dunjas. Dhe afat është për gjithë kush, çdo shpirt që ka në dunja ka një afat, e ka një përfundim. Dhe Allahu te barekuhu teala, do përmes jetësimit të këtij afati, realisht edhe e tregon Allahu e përsinë dhe fuqinë ndaj krijesave. Nuk ka mundësi askush me ndru këtë afat, e pamundshme është. Kur vihet caktimi i Allahut për vdekje, nuk ka mundësi me ndru askush. Kur vihet caktimi i Allahut për shkatrim e kësaj dunjaje, nuk ka mundësi me ndal askush. Prandaj njeriu tek në këto momente e kupton, domthonë dobësinë e tij, e kupton pafuqinë e tij, don më u kthy, mirë po tashmë bëhet vonë. Andaj edhe faraoni kur e ka pa fuqinë e Allahut azza wa jall, se si janë hapur rrugët, e pastaj mbyllën rrugët dhe pa që po e gëlltit deti, tha, kom besu në atë që kam besu benu Israelit. E do në të përmësaj, Allah që ka i tha, anë vë kada asajt, ata është karon mene, dherë më tani ka qenë më katar, s'ka afat mo, ka marrë fund apëtur. Lejtë, o shumë e dhimshme, që njeri gjithë këtë afat që e ka, gjithë të mundësi që i ka, gjithë të argumente që Allah ja shfaq çdo ditë, gjitha këto thirrje, shikoj as zgjat dorën ditën për mu pendu kush ka bënë mëkat natën, as zgjat dorën natën për mu pendu kush ka bënë mëkat ditën, gjitha këto oferta, këto thirrje, pendohu rubim, ktheu rubim, gjitha këto hasin në vesh të shordër. Gjitha këto realisht refuzohen nga robi. E pastaj kur vije dita e fundit, madje kur vije momenti i fundit, do në mu pendu mirë po, ka marrë fund. Dhe tashmë nuk ka këthim mrapa. Ka me kërku këthimin mrapa me krejt që ka. Shikoni të ndëllëzër. Na po flasim për situata që nëse këna provu. Na nuk i dim ato situata. A i dim? Nuk i dim. Na nuk i dim qka bën vakia me neve, kur për shambull i mbyllëm sytë. Qka shëti atje? Na nuk i dim këtë punë. Na kena informata që ka ndodhë, pa e ke provu? Jo se ke provu. Mirë për nuk ka nëvoj me e provu për me besu. S'ka nëvoj. Nga se lajmi që ka arë është i sakt. Ka arë nga njëri i besushëm. Ka arë me shpallet Allah të gjallewala. Kush nga ka thonë për të informata? Kush nga ka mësu këto informata?
Muhamedi alayhi salatu wasalam. Ai na ka mësuar. Kush e ka mësuar Muhamedin alayhi salatu wasalam? Ka mësuar Allahu xhalla xhelalu. Prandaj këto duhet të marr shumë seriozisht. Jo më marr njëri domon me një lloj relaksi, me një lloj domon konformiteti, pothuajse nuk kanë të bëjë me to. Kto kanë me gjithë neve. Prandaj njëri e pyet vetën e tij. Afati është i caktuar, ti nuk e din kur është afat. Mas afatit s'ka kthim rapa. Në rregull. Mas afatit ka dalje për Allahut, ka llogaridhënie. Që kjo komë na gjithëve, të gjithë. E tash, a je i kënaqur që gjeni me taku Allahun xhalla xhelalu? Që kjo është përgjigje, që kjo është pyetja, që në bazë të përgjigjes pastaj e kupton a ki nevojë më pendu apo jo. A ki nevojë më përmirësu apo jo. Dhe kemi thënë se pendimi nuk është vetëm nga mëkatet e mëdha të caktuara, por nga mungesa e mirënjohjes, nga dobësia e adhurimit, dobësia në cilësi, dobësia në sasi. Ku janë begatitë Allahut e ku është falërimi jon? Larg jemi. A kemi arrit Allahun me e falëruar për këtë begati që ai ka dhënë? Pamundshëm është. Për një begati a ke falëruar Allahun që duhet. Por kush mundet me garantu se për begatin e syni që ka, Allahut ja kum la borxhin. A mundesh me thonë? S'mundesh me thonë, nuk mundesh. Për shkak se, më shiko, kjo është begati funksionale vazhdimisht. Sare, ose kur kjo thonë herë në mramët, për synin elhamdulillah. Ose kena harrua. Për të folurit, për shambull, aja kena dalë me la borxhin? A kena dalë? Kur herë në mramët ka thonë, o Allah, në falë se këtë gjuqë në ke kriju, në ke falë, në ke dhonë, këtë mundësi me folë, s'pa e përdorëm gjithmonë që është donë, të na falë o Zotë, për që kjo formulim, kur ka që një fundit? A e robi ka në me këty vetën me këty ka vetë ati të në dhëtër. Ditë shkojnë shpejt, vëllaj, momentet shkojnë shpejt, pastaj është një, ku jam, qka ku më bo, hajtë dhe të këthejnë atë në dunja, po s'ka këthejnë mopën. A e këto adithe, nuk duhet me kriju panik të njëri, jo me kriju frikë, lërga saj, po vetë disim. Këto e në adithe që na vetë disojnë, na shkunin plorin e gafletit, kutis, habive, dhe ka habit dëmon, realisht dunjaja, i në habit në dinamikën e jetës, i në habit në kërkesë e shumë të tjetës, kënë harru Allahun me e falru ashtu si duhet. Me u pendu të ka Allahu Gjellewala për mungesën e madhe të adhurimeve, mungesën e madhe të falërimin dhe Allahut Gjellewala e shumë të tjera. Ndaj, kur thot pejgamberi ka afat, e ne nuk e dim atë afat, qysh do të musil? Për shembull të ndërozë, me pa dit njëri afatin, ani nuk është guxoft me rrezikuar. Po çfarë po di qysh mund puna në atë afat apo? Po habit në smuna, më dha me çka. Edhe pse din afatin, nuk është dashur me bu, domthon çase jo serioze, e më hajse kur janë afati, çat ditë pendona. Me pa dit njëri mend që nuk kishë rrezikuar. Edhe nëse që nuk e dim afatin. A dim afatin? Nuk e dim. Allahu po të afatë është i caktuar. I keni frimartë në numëruara. Mas saj s'ka këthim rapa. Çka kime bo? Cili është reagimet? Cila është gjendja jute? Andaj, njëri duhet me i marrë të gjëra seriozisht. Allahu Gjellewala i ka hapë dyrët e pendimit. I thetë rëpë me u pendu. Alhamdulillah, mundësia është, mirësit janë. Sot është letë me bo, dam pak angazhim, dam pak sakrificë, me kundërshtu pak epshe, do zakone që jemësu me rëndu me to, në regull, nuk është pa qmim. Mirë po, absolutisht nuk afrohet me situatën pas dekjes. Ku njeri ka me lipë më këthy me krej që ka. Ka me qenë gjendë me sakrifiku edhe me bo kurban familjën e tije, tafërmit e tije, print e tije, grunë e fmi, gjitha, si loj shpagimi për më këthy. Prap, dhe tjetë e pa mundshme. Nuk ka këthim rapa. Të nëllëzër, asë kush i cili vdes nuk këthejet. Shkani ju në dy gjëra shumë rëndësi, që sot fatkeqësisht njerëzit po lujnë me to. Në emër të përpjekjeve me zbulu, në emër të shkencës, këto s'kanë bëjmë me shkencën. Këto e në gjëra që i ka Allah, i ka gjyku, ka marrë fund. Cëtë në këtë dy sene? Nuk ka njeri që nuk vdes. S'ka pa vdekshmëri në dunja. Haron e këtë punë. Në njerë mund përpjekë sa dush, e zbë sa dush, ka marrë fund kjo punë. Kullu nefsin
dha'iqatul maut. Allahu ka gjykuar, ka thonë çdo nefs, çdo shpirt që frymon dunja ka me shiu dekën. Kur Zoti e din, ai ka caktuar. Ka marrë fund çdo përpjekje, çdo shpenzim që bëhet për një lloj pavdekshmërie, për një lloj jetëgjatësie të pafundme në dunja, krejt janë të kota, janë lojna. Krejt to janë përpjekjet njerit që domthonë hajde të bëj diçka që ndoshta helbet e zgat jetën, e pamundshme është. Nuk ka mundësi. Vallahi këtë ka me kon shpenzime të kota, ka me qenë të gjitha, domthonë zhgënjime e dëshpërim, por nuk ka mundësi me u garantu pavdekshmëria në dunja kur. Qase kush ka thonë kështu? Allahu ka thonë, krijuesi i jetës dhe krijuesi i vdekjes. Dhe çështja e dytë është, ai që ka vdek, ai ka thonë shpirti, a është konstatuar se vdek? Krejt dunjoja më qusën kthehet mu. Ka marrë fund? U kry kjo punë. Wallahi s'kan mundësi me ngjall kërkon. U kry kjo punë. A ka dek? Ngrije, çkrije, çka dush bën me ta? S'kthehet ai mu. U ka marrë fund? Ai njeri këtu më mos rrezësh. Allahu xhallahu ala ka gjynzu njerin. Allahu te vardhoi ka treguar njerin se mos u tall me fuqinë e Allahu xhallahu se pagun faturë sajt. Allahu është i gjimshëshëm, Allahu është bujar, Allahu i do njerëzit, i thërrat mu pendu. Mirë po ata që në serios përfitojnë, ata që i banin këtë punë si hajgare, e pësojnë keq. E nga hajgare është, me thonë kismet njerë. Inshallah, në tonë. Kjo është një qasje, kjo është një talje me afatin Allahu të barë tëre. S'po që njëri qëllimisht tallit, po si qasje është qasje, dhe thonë, jo serioze. Kur Allahu po thërrat mu penduhe, nuk pendohet njëri tek Allahu te bareka ve taala. Ndaj këto hadithe të ndërsa duhet të marr seriozisht. Është një hadith që ka përmend, më thon autori, i cili flet për disa tema, hadithi është shumë i gjatë. Unë po e lexoj si shpejt hadithin, po edhe pse veç një rresht në fund të këtij hadithi është po çlim me temën tonë ato. Don Zir ibn Hubeish ka qenë për tabenëve. Thot kam shku me taku, domthon Safar ibn Asal. Safar ibn Asal ka qenë nga sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe ka shku me pyet për mestet. Atë këto mestet që veshim me mes për mi, i lanë njëri kom të vesh mestet, tani ka abdes, do po më lejohet me i përdor mestet 24 orë pa i la kom të fare. Mestet një orë atë. E ka me pyet për mestet, edhe në çfarë situata duhet mi zbath mestet, në çfarë situata bën me mbath meset. Ai ka treguar që e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam se kur janë në udhtim lejohet 3 ditë me i bajt meset pa i zbath fare, gjithë meset, për nëse njëri bëhet domthonë për me ula gusull me marr gjunub, atëra ka obligim i desh meset, se meset në gusull nuk vlejnë. Mirë, po nëse njëri flan ose shkon me kry nevoja fiziologjike, lejohet me i përdor meset, s'ka me i zbath rregullat mesteve. Pastaj gjithashtu ka folë edhe për vlerën e kërkimit dijes, sa ai që kërkon dije edhe pyet njerëz të duhur, vlera domthonë e kërkimit dijes, dhe se me lajket i shtrin krahët në shenjë respekti për kërkues të dijes, për ata që mësojnë, për ata që domthonë interesohen për udhëzimet e Allahut te bartona, me lajket domthonë shprehin një lloj për ulje dhe respekti për njerëz të tillë, vlera e kërkuesit dijes. Edhe pastaj i ka përmend disa çështje dhe në fund e ka përmend këtë që po na intereson neve, ka thonë se Allahu te bareka ve taala hatta dhakara baban, dhe se ka përmend një portë, domthonë ka perëndimi që është e hapur në ngjërsia e saj sa me kalu një kalorës për 70 vite. Na këtë port nuk e shohim, nuk e di farë port është kjo. Po ka hap Allahu xhallahu ala nga lindja perëndim. Port e madhe, 70 vite me kalu njësun e ka përsan. Para na sa është e madhe, çka është kjo port? E ka kriju Allahu dhe ka bërë të hapur prej kur e ka kriju qetën dhe tokën, e lën të hapur për pendim. Thot nuk e mbyll derisa të lind dielli nga perëndimi. Kjo shaj, kjo derë, kjo porta nuk e shohim, por çel si shaj direkte dhe të regua si qartë se Allahu te bareka ve taala, do më thonë, e pranon në vazhdimsi pendimin e robit.
Edhe nga kjo të ndërlozën kur është qishat e porta, shiko për shembull sa tash na këtë nuk e shohim. Na kuptojmë mirë simbolike. Nga një perëndim diçka e hapur. Si tregues se domthon kjo është hapësira. Kjo është hapësira për të hyrë tek Allahu xhallahu ala. Para mënyrë për shembull njëri ton kësaj hapësire më jahuq. Një anë e derës lindje, një anë e derës perëndim. Të hapura. Dhe mshelën kur të lind dielli nga perëndimi. E të është ta njëta jonë, realisht është mundësi për të hyrë tek Allahu xhallahu ala. E njëri i cili të ndëllëzër, nuk gjen hapësirë një jetë vetë, nuk gjen kohë një jetë vetë, që më u fut përmes kësaj porte, në kuptim të pendimit e kthimit tek Allahu xhallahu ala, çka mund të uash për të? Çka mund të uash për të? Për shembull të ndëllëzër, me qenë, për shembull, në qytet për me i porte e madhe, për shembull, një porte e cila i ka 50 metra e gjonë, 50 metra e gjonë, një krak këtu, një krak këtu. Dhe ajo derë, për shembull, qyteti e mbyllë si për para që ka qenë kështjellat, e ke po, qyteti ka qenë brenda kështjellave, edhe porta ka qenë ditën hapur, natën e kanë mbyllë, ose nëse për shembull i ka kërcënuar armiku e kanë mbyllë portën, kushtimisht po, edhe s'ka mund me armiku. Edhe po paramenat është dhe tash në kohën tonë me kohën hymja e qytetit me dy porta. Një port djathtë, një port majtës. Mes dy portave 50 metra gjerësi. 50 metra gjerësi. Leja 100 metra gjerësi apo. Edhe dikush tu hyj në qytet për shembull për të plasur për porte. Me kërë, çfarë vëm tjetër? Ç'las në zonën tonë ky vend? Ç'u sporroke për porte që ton 100 metra vend me ikë mujt. Apo. Ai them që ç'u ku i pa të syt, ku i pa të mat. Vesh me ku njëri dehun, se njëri pitë se ja qëllon. Edhe i pitë a një dyshysh ja qëllon, se 100 metra gjonë. Para më shme ja qëllu me hinë në qytet. E tu dash me një qytet më rogë për muri, më rogë për porte. Kur qërësën një në mrena, qërës lasën bëjnë, andaj të rëzër, dyrt e gjenetit, sa e në, 500 vjetë kalorë si me ka përsy, 500 vjetë si me ka përsen. Parna, sa është e gata, kjo e dënjas, sa lindje përëndim, edhe pet dikush del pi dënjas, po jo për mes saj dere, ja huq saj porte. Smendohet e ka Allahu xhallahu ala. Qka këtë më thonë se? Qka jepem këtu ke? Wallahi vetë rubi ka me dëshmu ditë gjykimit, Allah në rujt, mos me qenë për tyne, po ka me dëshmu vetë ditë gjykimit se dënimi Allahut është drejtësi për ta. Ka me kërku mshirë, elmosh, ka me kërku e përgdhelje, normal, mirë po e din se zullum nuk i bëhet. E din se pa drejtësi nuk i bëhet. E din, për shkak se ja ka jep Allahu gjitha mundësit, ja ka jep Allahu gjitha domthon ofertat e mundshme, e ka thirr ditën natë, ktheu, pendohu, përmirësohu. Andaj të ndërlozë, këto hadithe që flasin me këtë kuptim, nuk duhet asnjëherë që zemrën mos më dëgjoj këtë thirrje. Veshi dëgjon tingull, ama zemra i nin këtë thirrje. Zemra i pretendon, për shkak se besimi në Allahun, domthon, ja mundson zemrës me godit në ndërgjegjën e njëri gjithmonë se duhesh më përmirësu. Duhesh më punu me kon më mirë gjithmonë. Prandaj nga pendimi është përpjekja e vazhdueshme për më përmirësu. Na falem sa bojnë sot, alhamdulillah përfundum, po edhe jena mundu që me kon të përqendrum, të koncentrum namaz, me përjetu namazin, çdo besimtar mundu të shtu. Mirë po, me pyjtë cëstin për neve, a ka mujtë me qenë më mirë? Po, ka mujtë me konë më mirë, atër drejkën bëne më të mirë. Kur të falë drejkën të ush, a mujtë me konë më mirë, po mund, atër i këndijen më të mirë. Në gjdo namaz mundu, spaku me shty ka pak. Ka një fjallë, subhanallahi, për shambull, subhanallahi l-adhim, me konë më mirë se sa që konë për para. Subhan Rabbi al-Azim me konë më mirë, Subhan Rabbi al-Ala me konë më mirë, Elhamdulillah Rabbil Alamin me konë më mirë. Të në to, bon përpjekje të vazhdueshme. Kare bjen, kare ngritesh, sa më rëndësi, ndodhë kënë dunja, jemi njerëz, gabojmë, kemi lëshime tona, kare jetë mirë, kare zbrapsemi, por mos u ndalë se përpjekuri, kjo është më rëndësi. Mos u ndalë se përpjekuri, mos u ndalë se shfryzuari mirësitë e Allahut për pendim e për mirësim, me që ai po thirr çdo ditë, ai po jap mundësi çdo ditë. Andaj nuk duhet njëri asnjë me kalu e
vesht e tij të shurdhur, e zemra ti e hutuar nga këto thirrje të Allahu xhallahu për të përmirësuar. Ti përgjigjemi Allahut azza wa jalla të ndrozë në mënyrë më të mirë të mundshme për shfrytëzimin e këtyre afateve. E nëse afati vije e në nëzën, dhe më thonë, duku përpjekur, pastaj ka përgëzime se Allahu xhallahu ala i jep robit atë që është përpjek me arrit, jo atë që e ka arrit. Kjo mirësi Allahut është. Në vjen afati, e çdo kujt komunar afati, nëse nëzën afati duku përpjek, pëndohu, përmirësohu, munohesh me konë me mirë çdo ditë, Allahu këmë të jep atë që ke tentu me arrit, po nëse këmë arrit, së është më rëndësi sa ka arrit, më rëndësi është sa je përpjek për më arrit. Allahu paguën e bazë të mundit edhe sakrificës. A ja rob që tentot me përmirësu, tentot me konë më mirë, i ka lëshimet e veta, i ka gabimet e veta, po punon me konë më mirë, me konë më kontribut dhënës, më mirë me njerëz, më i dobishëm, më produktiv, më i afërt, më i sjellshëm, tenton me konë vazhdimisht. Allahu ka më lehtësuar rrugtimin drejt përmirësimit dhe ka më dhënë atë që nështë asmene si ka shku, se që ashtut Allah ka me shpërbly për përpjekin e ti, shumë atej për sësa për arritjen e ti. Mi po, këtë kjo është me kushtë shfrytëzimit të afateve. Prandaj, kjo kapitël sot është për shfrytëzimin e afateve. Se gjithë shka ka afatin e vetë, prandaj, nësë Allah në gjallëvala që këtë mirësi dhe shumë mirësi tjera që Allah në i ka dhonë, të përmirësimit, e të kontributit, e të punëve të mira, ti shfrytëzojmë maksimalisht brenda afateve të caktuara nga Allahu te bartëra. E kur vija afati i dalës nga dunjaja, të dalim faqevardh e Allahu xhallahu i kënaqur me neve. Ka që ndërmjetëse për këtë pjesë të haditheve, do vazhdojmë ende me kapitullin e pendimit, po me hadithe të tjera inshallah në takimet e ardhshme. Zoti xhallahu i pasov zemrat, na përmirësoj të Allahu gjendjen e na udhëzon në rrugën e drejtë. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.